Le të shikojmë çfarë thot fjala për ne sot, edhe të hapim fjalën bashk. Le të fillojmë me një lutje. Atë Perëndi, duam të gëzohemi në ty, sepse ti je plot mirësi. Ti na ke shpëtuar nga vdekja, ti na ke dhënë jetën e përjetshme. Zot, ti na ke dhënë shëndet, ti na ke dhënë familje, një familje toksore, një familje të përjetshme. Zot, jemi bekuar me shumë bekime, dhe të falenderojmë për këtë. Të falenderojmë, Zot, që kemi mundësi të adhurojmë ty në liri, të mos jemi në burg ose të përsekutohemi për shkak të besimit ton. Të falenderojmë që mund të jemi këtu në këtë vend së bashku si vëllezër dhe motra. Dhe Zot, në këto momente duam të hapim fjalën tënde të shenjtë, edhe kërkojmë ndihmën tënde që ne të fokusohemi, të jemi të përqendruar, edhe që ti të flasësh nëpërmjet fjalës tënde, zemrave tona, veshëve tona, edhe mendjeve tona, Zot. Na ndihmo, na rrit në besim, edhe na ndihmo që të zbatojmë atë që ti ke për ne sot. Të falenderojmë për frymën tënde të shenjtë, i cili na ndihmon. Në emër të Jezusit lutemi. Amin. Amin. Po edhe njëherë mirëmëngjes edhe përshëndetje nga unë. Duam të shikojmë sot tek letra e dytë e Pjetrit, por para se të hymë në leximin e kësaj pjese, kam një pyetje për ju. Si duket pjekuria shpirtërore? Si duket? Si mund të dallosh nëse dikush është i pjekur frymërisht? Sapo kënduam, jeta ime ka ndryshuar, kur më nuk do të ndryshoj. Sigurisht është një pjesë, por në anën tjetër, në mesin ton kemi vëllezër motra që kanë 1 vit me Jezusin, kanë 5 vjet me Jezusin, dikush ka 20 vjet me Krishtin, dikush edhe 30 vjet. Por si duket pjekuria frymërore? Ose si do ta përshkruash? Cilat janë karakteristikat e një njeriu që i tregon këtë pjekuri frymërore? Ose a njeh dikë, të vjen ndërmend dikush kur mendon, po ky person ose kjo grua është e pjekur frymërisht. Duke marrë pak kohë, duke menduar për këto gjëra, ndoshta ndjehesh shumë i ngarkuar, i stërmbushur me të gjitha detyrat që ke si person. Duhet të shikoj për familjen time, duhet të punoj, duhet të bëj shumë gjëra të ndryshme, por edhe nga ana frymërore, ka detyra, ka kërkesa, ka obligime. Edhe duhet të shikojmë të gjitha ato gjëra. Edhe nga njëherë na vjen ndërmend jo të mirat, por edhe dobësitë tona. Si mund të rritem në mënyrë frymërisht, sepse unë i di mëkatet e mia, unë i kuptoj gabimet e mia. Njerëzit e tjerë e shikojnë të metat tek unë. Unë ndjej që kam faj, kështu me radhë, ndoshta të duket, por si mund të ecë përpara me Zotin? Ndoshta je këtu duke menduar a të ndjek Jezusin apo jo, sepse unë e di që edhe në të ardhmen do të bijem. Do të ketë raste që nuk do të besoj, do të dyshoj, nuk do të marr vendimet e duhura. Edhe ndoshta për këtë arsye nuk merr një hap më afër Krishtit për ta pranuar. Pra si duket ose si mund ta përshkruash pjekuria shpirtërore? Pra le të shikojmë çfarë thot Pjetri për këto gjëra. Le të hapim Biblën tek letra e dytë e Pjetrit, kapitulli 1, edhe do të lexojmë nga vargu i parë. Do të thënë 2 Pjetër 1, vargu 1 e më poshtë. Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezus Krishtit,
atyre që kanë marrë një besim të baravlershme me tonin, me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Hir dhe paqja ju shtoft në njohjen e Perëndisë dhe të Jezusit, Zotit tonë. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri përmes lavdisë dhe virtytit, me anë të cilave na udhëruan premtimet shumë të mëdha e të çmueshme, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore, pasi u aratiset nga prishja që është në botë për shkak të epshit. Edhe për këtë arsye, duke treguar çdo zell, ti shtoni besimit tuaj virtytin ose mirësinë, dhe në mirësi ose virtyt njohurinë, dhe në njohuri përmbajtjen, dhe në përmbajtje durimin, dhe në durim perëndishmërinë, dhe në perëndishmëri dashurinë vëllazërore, dhe në dashurinë vëllazërore dashurinë. Sepse në qoftë se këto gjëra gjenden në ju dhe shtohen, nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac dhe as të pafryt në njohjen e Zotit ton Jezu Krisht. Sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër dhe dritë-shkurtër dhe ka harruar pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj, vëllezër dhe motra, jeni të zellshëm aq më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë. Sepse kështu do t'ju jepet të hyni begatisht në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Prandaj nuk do të lë pas dore t'ju kujtoj gjithnjë këto gjëra, ndonë se ju i dini dhe jeni të forcuar në këtë të vërtet. Amin. Nga njëherë fillon dikush të flas duke thënë, do të lexoj nga një pasazh shumë e njohur. Edhe më shkon mendja tek shumë vetë do thonë, tani nuk ka nevojë të përqendrohem sepse unë e di këtë pjesë. Nuk ka nevojë të dëgjoj me mendje sepse pak a shumë e di çfarë do të thotë. Por Pietri, le të fillojmë nga mbarimi i fjalës së Pietrit. Pietri na kujton diçka për arsyen që ne të dëgjojmë edhe me më shumë vëmendje. Shikoni vargun 12, sepse ai thot, prandaj nuk do të lë pas dore t'ju kujtoj gjithnjë këto gjëra. Domethënë ai planon që ju i dini këto gjëra, por ai na kujton edhe një herë. Edhe 3 herë bile, ai vazhdon duke thënë në vargun 13, në vargun 15, unë mendoj se është e drejtë, përderisa jam në këtë tend, përderisa jam gjallë ende, t'ju mbaj zgjuar duke ju sjell këto gjëra ndërmend. Është hera e dytë. Pastaj në vargun 15, por do të jem i zellshëm që edhe pas largimit tim, edhe pasi që kam vdekur, ju të mund t'i kujtoni gjithnjë këto gjëra. Domethënë ka shumë rëndësi ajo që Pietri na shkruan në këtë pasazh, në këtë pjesë. Dhe fillimisht duam të shikojmë pak identitetin e Pietrit. Kush ishte Pietri? Kush ishte? Pak a shumë e dim se kush ishte. Kjo letër vjen nga Simon Pietri, ai e thot vetë, Simon Pietri. Ne e njohim më shumë si Pjetër. Nuk e përdorim shpesh emrin Simon, por ishte emri i tij njerëzor, Simon. Por Jezusi i kishte dhënë një emër tjetër, si është pak a shumë si një titull. Ai tha ti e ke emrin Simon, por që sot e tutje, unë do të quaj Pjetër. Fatkeqësisht nuk e përkthejmë këtë në gjuhën shqipe, por me fjalët tona do thoshim ai e ka emrin Guri. Guri e ka emrin, do me thënë është nga Simoni Guri, por nuk është një gur i madh si shkëmbin për të cilën kënduam, por është një gur i vogël, i dobët.
nuk është diçka shumë interesante. Ai është Simon guri i vogël, mund të thoshim. Edhe kuptojmë, kur të shkon mendja për Pietrin, kuptojmë që Pietri njihet më shumë për gabimet e tij. Ai ishte gati për të folur gjithmonë shpejt me të folurit e tij, edhe tha shumë gjëra që themi po, si ka mundësi Pietër që ti thuash këto gjëra Jezusit. Edhe ashtu e njohën. Por çfarë thot Pietri për veten e tij? Ai thot Pietri, Simon guri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit. Në fakt, ai e din identitetin e tij si shërbëtor. Edhe ne e kuptojmë pak a shumë si punëtor. Ai është punëtor i filanit, punon në këtë firmë, ashtu, por në fakt fjala ai është një sklav. Edhe ka 5 fjalë të ndryshme në greqisht që e përshkruajnë këtë fjalë, por ky është niveli më i ulët i një sklavi. Edhe Pietri thot, unë jam një sklav i Jezu Krishtit. Kjo ka shumë domethënie, sepse ai shikon veten e tij në nivelin më të ulët përpara Zotit. Edhe një sklav pikërisht në atë kohë, sidomos në atë kohë, ishte pa të drejta fare. Nuk ishte të drejta, çfarë thoshte pronari, ishte detyrë. Duhet ta bënte pa murmuritur, pa ndonjë kundër përgjigje, ishte gati për të bërë gjithçka. Në fakt nuk jetonte për interesat e veta, por jetonte vetëm për interesat e pronarit të tij. A jetojmë ne ashtu në këtë njëjtë mënyrë? A kujtojmë që ne jemi sklav i Jezus Krishtit? Që ai ka për të thënë se si ti jetoj. Ai do të caktoj çfarë bëj, çfarë nuk bëj, çfarë them, çfarë nuk them. Kjo është një pjesë e identitetit të Pietrit, por në anën tjetër, ai thot nuk është vetëm sklav, por është edhe apostull. Apostull i Jezu Krishtit. Kjo do të thotë që edhe me qenë se është sklav në nivelin më të ulët, ai është një apostull i thirrur nga Perëndia vet. Domethënë ai shikon nivelin e tij shumë të lartë, sepse Perëndia vet e ka thirrur. Edhe ai është në një farë mënyrë ambasador i Perëndis. Ai ka një mision, ai ka një mandat për të kryer. Edhe është shumë interesante, po të shikosh Ungjit, fjala e parë e Jezusit kundër ose ballë për ballë me Pietrin ishte ndiqmë. Kjo ka rëndësi, ndiqmë, Jezusi i thot Pietrit. Edhe fjala e fundit fare e Jezusit përpara Pietrit ishte përsëri ndiqmë. Më thënë, kjo është thirrja e Perëndis për Pietrin edhe për ne. Jezusi na fton, ndiqmë. Kjo si hyrje pak a shumë Pietri na bën që të kujtojmë se kush është ai. Tani na tregon sa të pajisur jemi ne si besimtar. Sepse letra e tij shkruhet besimtarve atyre që kanë marrë një besim të baravlerëshme me tonin. Atyre që kanë marrë një besim të baravlerëshme me tonin. Ai shkruan letrën besimtarve të asaj kohe, por edhe ne të kësaj kohe, në shekullin 2025. Edhe mund të thuash, por Pietri më shkruan mua? Po, pikërisht ty të shkruan. Pikërisht mua më shkruan. Pikërisht ju që keni fituar një besim si Pietër. Edhe tani përsi do të bësh vetes një pyetje. A jam i sigurt? A jam i sigurt që unë qëndroj me këtë grup njerëzish që e kanë pranuar këtë besim, apo jo? Edhe ai thotë që ky besim është i baravlerëshëm me të atyre, edhe ai thotë që besimi yt është aq i vlefshëm sa besimi i Pietrit dhe i Palit, edhe i Timoteut, edhe i Titit, edhe të gjitha atyre besimtar të parë. Është një besim i çmuar me vlerë të madh.
Pietri vazhdon edhe I thot, hir dhe paqe me ju. Edhe nuk kemi kohë të shqellojmë këto dy fjalë, hir dhe paqe, por mund të themi që këto janë dy nga fjalët më të bukura, më të pasura në Dhjetën e Re. Hir dhe paqe. Edhe po të bëni një studim do të mrekulloheni për hirin e Perëndis, për paqen e Perëndis që na dhurohet, që na jepet. Pietri thot hir dhe paqe për ju. Nuk e di nëse e ndjen sot hirin e Perëndis, nëse ke kuptuar paqen e Perëndis, nëse ke paqe me Perëndin. Por kjo na jepet me anë të Jezus Krishtit. Hir dhe paqe për ju, thot. Por Pietri vazhdon akoma. Ai thot, hir dhe paqe ju shtoft. Më sakt, thot u shumofshin. Do me thënë, të ketë shumëzim. Hiri dhe paqja të shumëzohen, të ketë më shumë edhe më shumë, të rritet hiri, të rritet paqja në jetën tuaja. Unë e di se ka ca të rinë këtu në mesin tonë edhe të rriturit, por kush është mirë në matematikë? Kush mendon se është mirë në matematikë? Ngreje dorën? Okej. Do bëjmë një provë në shumëzimin, e keni bërë, të gjithë e kemi bërë shumëzimin në shkollë. Sa herë janë 2 me 2? 4, bravo Jonathan. 4 me 4, sa janë? 16. 16 herë 16, sa janë? 4? Sa janë? 256. 256 herë 256, sa bjen? Nuk e di. 65.536. Edhe Pietri thot, hir dhe paqe u shumofshin tek ju. Do me thënë, hir dhe paqe të jenë me bollëk në jetën tuaja. Po prit, sepse ka akoma më shumë. Edhe kur e lexon një letrën e Pietrit, mendon, tani Pietri ka mbaruar, hiri dhe paqja u shtoft, u shumofshin. Ai thot, fuqia e tij hyjnore, e Jezusit, fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që I duhen, që I takojnë jetës dhe perëndishmërisë. Të gjitha gjërat që na duhen janë të dhuruar që I takojnë jetës dhe perëndishmërisë. Gjithçka që na duhet është dhënë nga Perëndia me një bujari të madhe, me një dorë të gjerë. Edhe tani kjo është prona jon. E kemi përvetësuar. Është prona jon pa asnjë kusht nga Perëndia. Nuk është me interes. Perëndia nuk bën për interes, por ai e bën për të mirën tonë. Në qoftë se këto të vërteta nuk ju inkurajojnë, nuk do të kërcesh nga gëzimi, nuk e di se si do të hysh në javën që kemi përpara. Por jemi të pajisur, thot Pietri, me këtë hir të Perëndis, me këtë paqe të Perëndis. Edhe sapo ka filluar letrën e tij, fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që I takojnë jetës dhe përjetshmërisë, për perëndishmërisë. Por si ndodh kjo? Pietri vazhdon akoma duke thënë, kjo ndodh me anë të njohjes së Perëndis dhe të Jezusit, Zotit tonë. Me anë të njohjes së Tij. Do me thënë, ky është thelbi I jetës së krishtere, të njohësh Jezus Krishtin. Nuk ka gjë më të rëndësishme. Pietri I referohet kësaj 3 herë në këtë pjesë që lexuam. Tek vargu 2, thot hir dhe paqja ju shtoft në njohjen e Perëndis dhe të Jezusit, Zotit ton. Në vargun 3, do thot me anë të njohjes
së ati që na thiri përmes lavdis dhe vërtetit. Edhe në vargun 8 thot në fund të vargut 8 thot në njohjen e Zotit ton Jezu Krisht. Do me thënë, nuk ka gjë më të rëndësishme se kjo, të njohësh Jezus Krishtin. Edhe nuk është një njohuri sekrete, se vetëm dikush mund ta kuptoj sekretin e njohës. Sikur në atë kohë kishte Pietri ka shkruajtur këtë letër kundër njerëzve që thanë, por nuk mund të njohësh Zotin, por është një njohuri sekrete që nuk është për të gjithë. Por Pietri thot është një njohuri e plot, është një njohuri e përsosur, është një njohuri e sakt. Është një njohuri personale dhe intime me vetë Jezusin. Ne mund të themi për dikë që takojmë të dielën, unë e njoh këtë person. Se unë e takoj, unë e njoh me emër, kuptoj se kush është, kuptoj se është i martuar ose nuk është e martuar, nuk ka fëmijë ose ka fëmijë, di disa gjëra për këtë, por Pietri flet për një njohuri intime, personale, që ke kaluar kohë me të, që kupton se kush është, çfarë janë dëshirat e tij ose çfarë janë pasionet e saj, edhe çfarë janë gjërat që i pëlqejnë. Edhe vetëm duke kaluar kohë me dikë, mund të rritesh në këtë njohuri. Ju e dini se babai im ishte në Indonezi për shumë vite, edhe atje shumë njerëz kanë hyrë në besim, edhe me kalimin e kohës ka hapur një shkollë biblike me ta. Edhe një herë gjatë studimit ose gjatë mësimit, një nga nxënësit kishte një pyetje. Edhe e pyeti babin tim e tha, por si ishte për ty, mësues, që të ecje me Jezusin? Si ishte të haje me Jezusin? Si ishte të kaloje kohë me Jezusin? Edhe ai tha, por ti çfarë po thua? Edhe ai tha, por ti e njeh Jezusin ka shumë, si ishte të ecje me të, krah për krah, të bisedoje me të. Edhe ai tha, jo, nuk e kuptoni. Jezusi ka jetuar qindra mira vjet më përpara. Edhe tha, jo, ti bën çaka sepse për herë bën çaka. Edhe tha, jo, Jezusi ka jetuar para 2000 vjetëve. Por ata thanë, por si ka mundësi që ti e njeh Jezusin ka shumë edhe kaq mirë, kaq ngushtë. Ky është kuptimi i Pietrit, që thot me anë të njohjes së Jezus Krishtit, të rritesh në këtë njohje. Ose sikur Mojsiu hyri në qadrën e Perëndis, edhe fliste ball për ball me Perëndin, si dikush me mikun e tij, me shokun e tij. Edhe duhet të kuptojmë se Pietri kishte një vlerë shumë të madhe për Jezusin. Pietri ka ecur 3 vjet me Jezusin. Jo si babai im që nuk kishte ecur me Jezusin në tokë. Por Pietri ka kaluar 3 vjet me Jezusin. Por gjëra që i bënte përshtypje Pietri është lavdia e Perëndis, lavdia e Jezusit, më saktë. Është madhështia e Jezusit. Edhe ai vazhdon këtë pjesë duke treguar për përvojën e tij me sy. Nëse shikoni vargjet më poshtë tek 16 dhe 18, shikojmë që Pietri thot, sepse nuk ju a bëm të njohur fuqinë dhe ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht, duke ndjekur përralla të sajuara me mjeshtri, por u bëm dëshmitar okular të madhështisë së tij. Më thon Pietri e ka parë Jezusin me sy, jo vetëm Jezusin si njeri, por Jezusin si Perëndi. E ka parë madhështinë e tij. Edhe pak më poshtë thot, sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia atë, kur i erdhi një zë i tillë nga lavdia e madhërishme,
ky është biri im i dashur në të cilin unë gjeta pëlqim. Do me thënë, e mbani mend që Pietri ishte në mal me Jakobin, me Jonin, edhe për një qast, Jezusi u shëndërua, edhe ata pan madhështin, lavdin e ti, edhe e dëgjuan zërin e Perëndis vetë. Edhe kështu ai vërteton në vargun 18, ne e dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli, kur qem bashk me të në malin e shenjtë. Do me thënë, Pietri thekson që Jezusi është madhështor, ai e thekson madhështin e Jezusit. Në një farë do të kap për jake, do thot, unë jam vetë dëshmitar, a nuk më kuptoni, nuk më besoni, unë e kam parë madhështin e Jezusit. Doni ta shikoni gjithashtu. Doni ta shikoni gjithashtu. Edhe Pietri flet shpesh për madhështin e Krishtit në letrat e tij, sepse ka shumë i ka bërë përshtypja madhështia e Jezusit. Sepse është fuqia e mrekullueshme e Jezusit që e tërhoqi Pietrin edhe të tjerë. Është madhështia morale që përballë tundimeve, përballë armiqve, përballë situatave shumë të vështira, Jezusi qëndroi fort, qëndroi i drejtë, qëndroi moralisht i përsosur. Kjo e tërhoqi Pietrin, e pa me sy, e dëgjoi. Edhe është njohuria e tij e mrekullueshme që nëse dikush mendonte diçka, Jezusi dinte çfarë mendonte. Edhe Pietri kuptoi, ky nuk është thjesht një njeri, por ai është edhe Perëndi i lavdishëm. Ose fuqia e tij e mrekullueshme që dikush i erdhi, e kapi rrobën e tij, u shërua. Edhe u mrekullua Pietri bashkë me të tjerë, si ka mundësi që ky person ka kaq shumë fuqi të mrekullueshme. Është një shkrimtar amerikan, i krishter, ishte sociolog, profesor, teolog, edhe shpesher i kanë bërë intervist. Edhe në një intervist ishin pak të kundër ati, donin ta vënin pak në provë, edhe dikur në fund të intervistës i thanë ati, por pse e ndjek Jezu Krishtin? Pse e ndjek Jezu Krishtin? A dini çfarë si u përgjigj? Ai tha, por a ke dikë tjetër ndërmend që mund të ndjek? Edhe si për Pietrin, si për këtë person, Krishti është kaq i ngritur, kaq i mrekullueshëm se nuk ka alternativë. Nuk ka gjë më të mirë, më të bukur, se sa të ndjekësh Jezusin, ta njohësh. Edhe Pietri e thekson këtë, duke e njohur, do të bëhemi të ngjashëm me të. Do të bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore, do të bëhemi vetë pjesë e Perëndis me familjes së tij. Edhe besoj që një jetë që i ngjan Krishtit është një argument shumë i fort kundër atyre që thonë, jo, Perëndia nuk ekziston. Zot nuk ka, nëse jeta jote e ndryshuar tregon që ti e njeh Jezusin, atëherë nuk kanë argument kundër teje. Sepse ky argument është shumë i fuqishëm. Edhe Pietri vazhdon e përpunon këtë transformim tek njeriu. Fillon të njohësh Krishtin, por çfarë do të ndodhë më pas në jetën tënde? Shikoni vargjet 4 deri tek 11, nuk kemi kohë ti shikojmë nga afër, por mund ta krahasojmë si atë test diagnostik që duhet të bëjmë her pas here me makinat tona këtu në Greqi, me ktheon. Duhet ta qosh çdo herë, një herë në vit duhet ta qosh makinën për një provë, nëse do të kaloj apo jo. Kështu mund të bëjmë një provë tek vetvetja, të shikojmë vargu 5 thot, duke treguar çdo zell, t'i shtoni besimit tuaj virtytin, dhe virtyt njohurin, dhe njohuri përmbajtjen,
dhe përmbajtje durimin, dhe në durim perëndishmërinë, dhe në perëndishmëri dashurinë vëllazërore, dhe në dashurinë vëllazërore dashurinë. Mirë është ti kaloni një për një në shtëpi kur keni pak kohë, të thoni, a kam besim? Po ose jo? A po shtohet besimi im? Po ose jo? Nëse po shtohet, a ka virtyt? Po? A jo? A ka mirësi? Nëse ka mirësi, a ka edhe njohuri? Po rritem në njohuri? Po? Ose jo? A ka vetë përmbajtje? Po? Jo. A rritem në durim, në qëndres? Si kaloj me njerëzit? A kam durim? A ka perëndishmëri tek unë? Po? Ose jo? A ka vëlladashje tek unë? I dua vëllezërit e mi, gjithnjë më shumë? Është duke rritur kjo cilësi? Apo jo? A kam dashuri? Po? Ose jo? Bëni këtë test, kaloni këtë test. Edhe Pietri thot, duke treguar çdo zell, do me thonë është shumë e rëndësishme, duke bërë çdo përpjekje, do me thonë, angazhoheni me këtë, futuni në provë, jini të zellshëm duke bërë këtë, dhe përsërit pastaj tek vargu 10, jini të zellshëm aq më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj. Sepse në qoftë se këto gjëra shumohen, nuk do të jeni të padobishëm dhe të pafryqëm. Dhe nga njerë mendojmë, por si duket fryti i frymës, si duket pjekuria shpirtërore. Pietri thot, nëse këto gjëra rriten në ju, këto karakteristika, nuk do të jeni të padobishëm, as të pafryqëm. Edhe thot, kështu nuk do të pengoheni kur, nuk do të pengoheni, nuk do të rrëzohesh kur. Nëse je duke menduar të marrësh vendimin ta ndjekësh Jezusin apo jo, kjo është një përgjigje që thot, nuk do të pengohesh kur, nëse këto gjëra duken në jetën tënde. Edhe në fund fare, është një horizont i madh i bukur, thot, kështu do t'ju jepet të hyni begatisht në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe të shpërtimtarit ton Jezu Krisht. Kam në mendjen time idenë e një finale të kampionatit botëror. Edhe kur hyn lojtarët e të dy palve, e të dy shteteve, kur hyn është një bërtitje e madhe, është një mirësardhje e madhe, thonë, po, tani hyn skuadra jonë, tani hyn lojtari im i preferuar. Edhe Pietri thot, nëse këto gjëra duken në jetën tënde, atëherë kur hyn tek Perëndia vet, në mbretërinë e përjetshme të tij, do thonë, oh, po vjen Genti, lavdi Zotit, po vjen Genti, po vjen Tilla ka mbaruar ndeshjen, ka mbaruar heroja ynë, po vjen Nori. Kështu mund të hysh begatisht në mbretërinë e përjetshme të Perëndisë. Të kthemi tek pyetja e parë fare. Si duket pjekuria frymore? Edhe nuk bëhet fjalë për një jetë frymore, sepse kjo mund të jetë shumë gjëra. Mund të shkosh në manastir, mund të shkosh në vetmi, mund të shkosh në mall, të rish 30 vjet në mall, të jesh njeri shpirtëror. Por si duket pjekuria frymore në jetën e përditshme? Duke kaluar kohë me njëri tjetrin. Është një jetë e bindjes dhe e përmbushjes, e plotësim, e bindjes, sepse jemi sklever të Jezus Krishtit. Çfarë thot ai? Unë jam gati ta bëj. Por njëkohësisht jemi ambasador. Ai na ka dhënë një mandat, na ka dhënë një mision. Edhe këtu, në këtë pjesë që pam, Pietri, Guri, na kujtojnë se jeta është zbatimi serioz, i zellshëm, i
përkushtuar I asaj që idhi na është dhënë, sepse kemi të gjitha gjërat që na I nevojiten, që na duhen. Lavdi Perëndis, le të lutemi bashkë. O Zot, jemi shumë mirënjohës që kemi marrë hir dhe paqe prej Teje. Nga njëherë, Zot, ni shikojmë rrethanat, edhe barrat e jetës na rëndojnë, por të falendrojmë që Ti na kujton që kemi hir dhe paqe që shtohen, që shumëzohen tek ne, për shkak të bujarisë Tënde, për shkak të mirësisë Tënde. O Zot, lutemi që ne do ta shijojmë edhe sot, edhe ditët e javës që vijnë, edhe pastaj. Zot, na bëj edhe të zellshëm duke përpunuar gjithçka që Ti ke për ne, ato karakteristikat e Krishtit që duken tek ai, që jetët tona të jenë vetë një dëshmi e fortë tek ata që ende nuk besojnë, Zot, tek antarët e familjes, tek kolegët e punës, tek shokët e klasës, tek komshit, Zot, edhe tek popull të paarritur që kur nuk kanë dëgjuar për Ty akoma. Zot, le të jetë dëshmia jonë shumë e fortë. Edhe lutja jonë është që ne ta njohim Krishtin edhe më shumë. Edhe që të kalojmë këtë jonë, që të kalojmë me suksese, që këto karakteristika do të rriten tek ne, do të duken edhe më të qarta tek jetët tona. Të falendrojmë, Zot, që Ti ke për të mundur, të falendrojmë që fryma jote banon në ne, edhe na bën të mundur që të jetojmë sipas vullnetit Tënd. Ne të falendrojmë në emër të Krishtit, Birit Tënd, të lavdëruar, të madhrishëm. Amin. Amin.